me treguesit më pozitiv. Favoret seksuale dhe bindjet politike janë ata që kanë rëndësi për të filluar një punë. Të paktën kështu mendojnë 10.000 të anketuarit nga Headhunter dhe Instituti EUNACAL, të cilët kanë publikuar në ditën ndërkombëtare të punëtorëve raportin e një studimi të kryer online në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malinezi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Një sondazh online në 2 muajt e fundit në 5 vendet Ballkanit. Do të pasur parasysh që si studim online që është, ka shumë kufizime. Pikë së pari nuk synon që të japi të dhëna që t'i bëjnë këshillëk dhënave zyrtare. Vatimi është realizuar nga data 15 shkurt deri në 12 prill 2014. Pyetësori ka pasur gjithsesi 70 pyetje. Të dhënat e këtij raporti nuk janë optimiste sa i përket vendit tonë, ku 80% e të anketuarve mendojnë se kërkohen favore seksuale për të fituar një vend pune. Por vetëm 2% e femrave të punësuara kanë pranuar të kenë kryer seks në vendin e punës, kundrejt 12% të meshkujve që pranojnë të kenë marrëdhënie intime me koleg apo vartës. Një tjetër e dhënë që tërheq vëmendjen në këtë raport janë edhe bindjet politike, që sipas të anketuarve kanë rëndësi në 47% të rasteve për të filluar një punë. Po ashtu, 40% e të anketuarve kanë vetë deklaruar se janë ndier të diskriminuar kur janë marrë në intervistë për një vend pune, për shkak të vendlindjes, theksin me të cilët flasin apo edhe besimit fetar. Një tjetër e dhënë interesante e këtij studimi është se 21% e shqiptarëve punojnë pa kontrata pune, përkundrejt 10% në Maqedoni. Por ndërsa në Shqipëri një personi i duhen mesatarisht 7.3 muaj për të gjetur një punë, në Maqedoni i duan plot 18.1 muaj. Sa i përket profesioneve më të kërkuara, ata janë inxhinieritë elektrike dhe informatike, ku periudha e papunësisë varion nga 1.8 deri në 2.3 muaj, ndërsa 5 profesionet më të vështira për të gjetur një punë janë veterinaria, infermeria, farmacia, gjuhëletërsia dhe drejtësia, ku duan mesatarisht 45 deri në 12.2 muaj për të gjetur një vend pune.